Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Kenjas, William Ruto, pasi ky shtet njoh zyrtarisht sot pavarësinë e Kosovës. Njoftimi u bë i ditur nga ish presidenti i Kosovës, Bexhet Pacoli, dhe më pas u mirëprit nga kryeministri Kurti dhe presidentja Vjosa Osmani. Ndërkohë, Kurti ka bërë të ditur se gjatë bisedës telefonike me presidentin Ruto, të dy liderët kanë shkëmbyer ftesa për vizita zyrtare dhe janë dakorduar për hapat e ardhshëm drejt vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve. Sot është një ditë historike për Kosovën pasi Kenia ka njohur zyrtarisht Republikën tonë. Pata kënaqësinë të bisedoj me presidentin William Ruto pas këtij momenti të rëndësishëm. Ne ftuam njëri tjetrin për vizita zyrtare dhe u dakorduam që hapi i radhës të jetë vendosja e marrëdhënieve diplomatike. Krenar dhe i nderuar nga kjo arritje, i bëra ftesë Kenias që të hapë një ambasadë në Prishtinë. Dy vendet tona ndajnë një histori sakrifice të madhe për lirinë dhe pavarësinë. Pres me padurim të thellojmë dhe zgjerojmë më tej bashkëpunimin tonë në fushat e kulturës, tregtisë dhe investimeve, tha Kurti.